Seriozisht nuk po të kuptojmë as fare, hiç se çka flet. Po ju 10 vite jeni në pushtet. 10 vite udhëhejt me ministri ndryshme. Tani je zavendës kryeministër për integrimin. Ju nuk dini ta lexoni raport progresi. Kupton se çka thotë gjyqësi selektive. Gjyqësi selektive kjo do të thotë. Shihe këtë foton. Shihe edhe këtë foton. Shihe. Mos reformim forcave të sigurisë dhe gjyqësi selektive. Këto janë. Gjyqësi selektive është kur dënohet plaka 65 vjeçare me 4 vjet për armë pa leje. Ju e besoni këtë? Në këtë raste duhet ju bajnë pak ma koshient, pak ma t'impenjum për vetëm, se dhe ti thua se je shqiptar. Jo vetëm që them që jem shqiptar, po ashtu dhe jam. Edhe opinioni ishte dëshmitar e thatë që jeni shqiptar, por nuk e besoni se filluat të qeshni. Sa i thonë hipokrizi, mjaft më me hipokrizi, sepse këtyre mashtrimeve përfundimisht ju ka dalë boja. Nuk jeni në gjendje ta punsoni një policë shqiptar. Nuk jeni në gjendje ta ndroni një emër të shkollës. Nuk jeni në gjendje ta mbushni një grobë me asfalt. Nuk jeni në gjendje të bëni 10 metra gyp për kanalizim. Nuk jeni në gjendje as një sekond dilni të udhëheqni me seancat në gjuhën shqipe. Dhe dje nuk ishit në gjendje të vendoni një flamur kombëtar për nder të vizitës kryeministrit shqiptar Edi Rama në Maqedoni. E leje më të merrni me punë të mëdha. Jo vetëm që them që jem shqiptar, po ashtu dhe jam.